Në një linë drejt për drejt kemi Anira Gjonin, specialiste e Institutit të Gjeoshkencës. Anira, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Si parashikohet të jetë motit paktën në nafat shkurtër, të paktën ditën e sotme, po e shohim që temperaturat janë shumë më të larta se që mund të ishim pak ditën parë. Po, e drejt, vjen kjo e hënë me temperatura të larta, të cilat do të na shoqërojnë për gjatë gjithë javës, edhe për gjatë gjithë muajit. Presim që muaji qershor, sipas parashikimeve afatmesme, të jetë një muaj i thatë dhe me temperatura të larta, do të ketë mot të qëndrueshëm dhe më në fund ato ditët me diell që aq shumë i keni kërkuar. Po. Por ajo që vlen të theksohet, kjo javë pritet që të jetë më e nxehta e qershorit dhe me temperaturat më të larta sa i takon këtij muaji. Presim që për gjatë kësaj jave, temperaturat dita e premte do të jetë ajo që do marrë dhe vlera më të shtuara sa i takon temperaturave të ajrit, pasi presim që temperaturat të shkojnë 34 gradë në zonat e ulta. Gjithmonë kur i referohemi vlerave të temperaturave, ne flasim për vlerat e matura në stacionet meteorologjike, nuk flasim për ndjeshmërinë se sa mund të shkojnë për shkaqe të caktuara apo për ndikime të faktorëve të tjerë, siç mund të jenë urbanizimi, mungesa e gjelbërimit apo faktorë të tjerë. Më konkretisht për ditën e nesërme, ditën e martë, presim që temperaturat minimale të shënojnë 16 gradë dhe maksimale të shkojnë deri në 25. Në zonat e ulta presim që temperaturat minimale të shënojnë 15 gradë dhe maksimale të shkojnë deri në 29. Dhe në zonat malore presim që temperaturat minimale të shënojnë 11 gradë dhe ato maksimale shkojnë deri në 27 gradë. Do të ketë një rritje prej 2 gradësh ditën e mërkurë, ditën e njëjtë dhe premtja do të jetë ajo ditë e cila dhe shtuna do të shënojnë temperaturat më të nxehta sa i takon kësaj jave dhe edhe këtij muaji. Pra, fundjava e ardhshme është, mund themi, tërësisht për plazh. Ju përmendët diçka, Anira, në lidhje me matjen e temperaturës në stacione dhe ajo ndjesia që njerëzit kanë pastaj. Kryesisht është më e lartë ndjesia krahasuar me shifrat? Për gjatë stinës verës, pra kur është gjatë sezonit të nxehtë, sigurisht prania e lagështisë së ajrit e rrit edhe atë ndjeshmërinë. Janë gjithashtu edhe faktorët e terrenit apo le ta quajmë urbanizimi, e rrit ndjeshëm atë ndjesinë apo rrit pra temperaturën. Mungesa e gjelbërimit gjithashtu ndikon në rritjen e temperaturës. Ka faktorë të tjerë të cilët kanë të bëjnë me llojin e materialit që është përdorur për ndërtimet apo ka të bëjë me shtrimin e shesheve apo pastaj janë shumë problematika apo mënyra të planifikimit të cilat ndikojnë edhe në temperaturat e ajrit. Anira, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbar. Faleminderit juve.